Përshëndetje dhe mirë se erdhe në këtë video. Unë jam Brisilda, Brisi për të gjithë ju që nuk më njihni, ndërsa ju që jeni ndjekës të rregullt, mirë se u rikthyet. Në këtë video do të mundohem të jem edhe një çik më formale sepse di që kjo video mund të kapi interesin e dikujt që nuk është i zakonshëm në këtë kanal, por që ka interes për blerjen e shtëpisë në Gjermani. Kjo do të jetë video ku unë do të tregoj historinë tonë, të blerjes së shtëpisë tonë dhe do të flas për projektin që kam sjellë, që ju që jeni ndjekës të rregullt tashmë e dini që ka kohë që unë po punoj për këtë projekt dhe e dini sa dashuri kam vendosur në të. Pa humbur kohë, kisha dëshirë që të bëja një prezantim të vetes time. Unë jam Brisilda, e specializuar në shkencat e punës dhe burimet njerëzore, menaxhimi i burimeve njerëzore. Kam lindur në Shqipëri, shqiptare, e rritur në Itali dhe tani jetoj nga 6 vjet në Gjermani dhe punoj në profesionin tim. Jetoj në Gjermani me bashkëshortin dhe 2 çupulinat e mia, 2 gocat e mia. E di që ka shumë interes, audiencia ime nga shumë kohë, gjithmonë më ka bërë pyetje rreth të blerjes së shtëpisë, edhe unë kam pasur gjithmonë dëshirë që të tregoj në detaj historinë e shtëpisë tonë, që ka qenë një histori shumë e veçantë, thoja unë. Ajo një nga ato histori që të japin shpresë që gjërat që janë të destinuara të ndodhin dhe unë besoj fort këtë në fakt. Por gjithsesi duhet edhe shumë përgatitje, duke e ditur se sa burokraci ka këtu në Gjermani. Ne kemi jetuar për 5 vjet, le të themi, në Bremen, në qytetin e Bremenit, qytet, dhe tani jemi transferuar pak më tutje. Edhe kemi blerë shtëpinë tonë. Në fillim po kërkonim si të çmendur për një shtëpi me qira. Ju e dini sa e vështirë është të gjesh një shtëpi në Gjermani edhe me qira. Edhe kërkuam për një kohë të gjatë, çmimet u rritën super shumë, shkuan në stratosferë. Ne kishim vetëm një dhomë gjumi, edhe u bëm me një fëmijë, edhe deri diku u menaxhonte, por vajza po rritej dhe ne donim që të sillim në jetë edhe një fëmijë tjetër, edhe koha fillonte dhe shtrëngohej sepse normalisht duhej më shumë hapësirë. Edhe për fëmijën e parë që të loste, ishte shumë problem, madje ne ishim dhe në katin e 4, nuk e di se si e kemi bërë aq kohë atje, por ishte realisht shumë e vështirë. Dhe kur shikonin për shtëpia me qira, çmimet shkonin tek 1200 euro, le të themi, nëse doj një shtëpi deri diku të mirë, në një zonë të mirë, edhe 1200 euro për qira, ne na dukej shumë, që kështu vendosëm, okay, ne do qëndrojmë këtu ku jemi, do bëjmë një sakrificë të vogël apo të madhe, varet nga këndvështrimi, por mua ishte edhe e madhe, të them të drejtën. Vendosëm të qëndronim aty, të mblidhim buxhetin ton edhe të shikonim për një shtëpi për ta blerë. Dhe kështu e ndam, qëndruam aty dhe tham, okay, do shikojmë për një shtëpi për ta blerë, do gjendet. Besojmë se do gjendet. Ndërkohë njerëz kaluan 2 vjet dhe nuk gjenim dot shtëpinë si e donim ne, sepse normalisht kur blen një shtëpi do t'i ke disa kushte. Kishim një buxhet deri diku të limituar, e donim në një zonë jo shumë larg punëve tona, se kemi 2 punë stabile dhe duam që mos të largohemi shumë nga punët e tona. Donim që të ishim të lidhura mirë, zonat ishte lidhur mirë me qytetin, të kishin transportin, të kishin të mirë, të kishte shkolla afër e kështu me radhë. Kemi parë shumë shtëpi njerëz. Kemi parë apartamente, kemi parë shtëpi që janë të ngjitura me njëra tjetrën, kemi parë shtëpi që janë të banuara me family house, një shtëpi që ka disa familje brenda. Kemi parë shtëpi private, edhe kaloi gradualisht. Si fillim filluam të shikonim apartamentet që ishin aty, ofertat që ishin rreth e rrotull në Bremen. Për çmimet që kishte, ne nuk mendonim që ja vlenin, plus shpenzimet ekstra si housegeld e të tjerë, që kush është ekspert ose kush ka jetuar në Gjermani i di, pra kondominion italisht, ato lekt ekstra që paguheshin ishin shumë të larta, nuk na pëlqenin, kishin nevojë për rinovime, nuk na e bënte zemra bam thjesht, ose aty ku donim ne nuk bëhej. Nuk u plotsonin kushtet, ndoshta ndonjëherë nga ana jon, ndonjëherë nga ana e tyre dhe nuk ndodhte ajo që, domethënë, konkluzionin, finalizimi i blerjes së shtëpisë. Kemi parë brenda në qytet, jashtë qytetit, në periferi, pak më të largët, pak më të afërt, kemi parë realisht në shumë zona të Bremenit, derisa një ditë të bukur del ky anuncio, del ky lajmërimi për shtëpinë aktuale ku jemi, edhe Xhiku e pa në fakt. Ishte ai që më bindi mua që të lëviznim pak nga qyteti, edhe sepse aktualisht jemi në periferi, nuk jemi më në qytet.
sepse unë isha, nuk e di, isha shumë komode me punën shumë afër nga shtëpia dhe isha pak skeptike nga kjo pjesë. Spoil, deri tani nuk jam rikthyer ende në punë, por po e menaxhojm shumë mirë edhe distancën në periferi, por kjo është ende për të parë, besoj. Pasi të kaloj edhe akoma më shumë kohë dhe unë të kthehem në punë, megjithse për arsye të ndryshme ne lëvizim, unë vetë lëviz dhe shkoj me makinë 3-4 herë në javë, që është totalisht e menaxhueshme. Nese, kjo është një informacion ekstra që ndoshta juve që nuk jeni të zakonshëm as nuk ju duhet, por ndoshta është edhe interesante që dhe ju të krijoni idenë edhe të dëgjoni eksperiencën tonë, edhe kur dëgjon të tjerët, personi, njeriu krijon edhe ndoshta një ide më të mirë për situatën e vet. Sa po kishte dalë oferta, Gjiku i telefonon, i shkruan dhe pastaj i telefonon dhe flet me agjenten që kishte këtë shtëpinë dhe i thonte ne duam se s'bën që ta shikojmë këtë shtëpinë. Ajo thot nuk janë hapur akoma takimet, por sapo të hapen ju do jeni nga të parët. Super në rregull, edhe ju thash, ne kishim parë shumë shtëpia edhe kupton me njëherë nëse shtëpia të pëlqen. Sidomos kur ke disa eksperienca. Kemi arritur edhe tek bërja e ofertës dhe nuk na kanë pranuar, edhe sot e kësaj dite themi shumë mirë që s'na e kanë pranuar, sepse ka qenë destinuar të jetë kjo. Por sapo doli oferta, na lan takimin, sapo dolën, u hapën takimet, na lan takimin dhe ne erdhëm. Sapo erdhëm, zona na super pëlqeu. U futëm në obor, na super pëlqeu. U futëm brenda dhe ishim, okay, na pëlqen. Edhe për herë të parë, na pëlqente çdo gjë. Normalisht kishte punë për të bërë, por na pëlqente, i shikonim potencialin. Dhe takimi këtu në këtë shtëpi u mbyll duke i thënë atyre që ne kemi interes për ta blerë këtë shtëpinë. Normalisht ato nuk të japin një përgjigje me njëherë, sepse duhet të ndodhin disa vlerësime dhe na lanë në pritje. Ka qenë një periudhë goxha e vështirë, sepse asaj kohe unë isha tashmë shtatzan për herë të dytë dhe ne kishim akoma me më shumë urgjencë gjetjen një shtëpi tjetër, sa që filluam të konsideronim edhe diçka me qira, por nuk po gjente as edhe një gjë, sepse tashmë ishte një urgjencë për ne që të kishim një shtëpi të re. Edhe kishim një shtëpi me më shumë hapësirë, më saktë. Kush më ka ndjekur rregullisht e din që unë nuk është se e kam patur, është tazanin shumë të lehtë, ka pasur disa vështirësi dhe asaj kohe unë isha edhe në spital. Më shkruan Gjiku edhe më thotë që më dërgua një email dhe më thanë që shtëpia nuk bëhet sepse ja kanë shitur dikujt tjetër. U mërzitëm aq shumë, sa që nuk di se t'ju shpjegoj se sa u mërzitëm, sepse ishte edhe një situatë gja ishim të mërzitur. Ndodhi dhe kjo, nese, unë dola nga spitali, edhe kalonin ditët, kemi ardhur ndoshta 3-4 herë, vinim, deri tek lagja, kalonin përpara shtëpisë, edhe ishte Gjiku ai që thonte gjithmonë, nuk ka lëvizur asgjë tek shtëpia, për mendimin tim nuk e kanë shitur herët e para, e dyta, e treta, kalonin prap, më thonte, të shkojmë të bëjmë një xhiro nga shtëpia, i thoya, po çan don të shikosh prap atje, tashmë ajo shit, ça kuptimi ka, të shkojmë ta shikojmë. Madje më mërziste kjo pjesë, sepse thoja tashmë ajo shitur, pse duhet të shkojmë ta shikojmë, të na dhënë zemra akoma më shumë. Thonte, shikoje, ato do të na telefonojnë prap, nuk e di, kishte një bindje, nuk e di, e habitshme sa bindje kishte ky njeri që ato do të na kontaktonin prap, dhe ka ndodhur pikërisht kështu. Pas ka qenë ndoshta shtator e kemi parë shtëpinë, shtator, tetor, në nëntor, fund nëntori kështu na thanë nga 20 nëntori ka qenë që na thanë që shtëpia nuk bëhet, edhe ka qenë për vitin e ri. Na vjen një telefonat edhe një email më saktë Gjikut, sepse ai ka qenë në kontakt me këtë agjenten, ku i shkruhet, a jeni akoma të interesuar për shtëpinë? Edhe Gjiku me njëherë më thot mua, do vi në shtëpi dhe kam një lajm për të dhënë. Direkt më shkoi mendja, i them, çfarë të kanë kontaktuar për shtëpinë? Edhe pastaj kur erdhi në shtëpi dhe na tha që kështu, nuk e di, nuk na mbante vendi njerëz. Nuk e di, nuk arrit ta shpjegoj, nuk ka një shpjegim të logjikshëm përveç se faktit që kur diçka është destinuar të jetë e juaja, do të bëhet e juaja. Edhe
Nëse erdhe me pam përsëri shtëpinë, edhe po, u kryen të gjitha ato fazat për punën e ofertës, ne bëm një ofertë, aty kishte një trik, domethënë, shumë të mirë që shoqërzotit ne bëm pyetjet e duhura edhe për punën e ofertës, që ne pastaj bëm edhe që na u pranua, edhe po, na thanë që po shtëpia do t'jete juaja. Zgjatën disa ditë këto analiza, do të pranoj oferta apo jo, ne ishim domethënë të gatshëm të ofronim edhe më shumë. Ishte çdo gjë një ankth i vërtet, pritja derisa t'u konfirmonte që gjëja do të ndodhte. Mendoj që në këtë pjesë të videos do t'ju tregoj më në fund se cili është projekti im, sepse lidhet me pjesën tjetër të historisë që po tregoj, dhe projekti im ka të bëjë, tashmë besoj e keni kuptuar, me një material që është një udhëzues. Ky është udhëzuesi që kam krijuar për të gjithë ata që dëshirojnë që të blejnë një shtëpi në Gjermani. Pasi kemi jetuar në lëkurën tonë, të gjitha ato vështirësi, sfida që vinin nga burokracia e Gjermanisë. Sa burokraci kam? Vinin nga ndoshta vështirësitë me gjuhën. Ne jemi të huaj këtu, gjermanishte është një gjuhë shumë e vështirë, nuk kemi vite, kemi 6 vite që jemi këtu. Nuk janë gjuhë të lehta të kuptosh të gjitha dokumentet. Mënyra se si kontaktohen për email, sepse për 2 vjet kërkime mësuam dhe ne tashmë që kishte diferencë kur i çoj një lloj emaili dhe kishte diferencë kur i çoj email në mënyrë profesionale. Kur e shikonin që emailet nuk ishin profesionale, as nuk merrnin një përgjigje mbrapsht njerëz, as nuk na konsiderojnë, as na thonin jo, nuk është e mundur, thjesht nuk na përgjigj fare. Kur filluam që t'i shkruanim emailet në një mënyrë tjetër, merrnin përgjigje, qoftë të negative, por të paktën na u përgjignin, sepse ishim kaq pa shpresë vitin e parë që kërkonim, sepse thonin po mirë, të paktën të na thoni jo, mirë që nuk po gjejmë, po të paktën të na japin një përgjigje. Edhe nga të gjitha këto vështirësit, nga mënyra se si kur shkon dhe do kërkosh kredi, kur vjen të shikosh shtëpinë, të bësh pyetjet e duhura është shumë e rëndësishme, se ndonjëherë shtëpia të pëlqen, është e bukur, po nga ana tjetër ka disa gjëra që mund të mos funksionojnë dhe duhet ti pyesësh. Ne këto në fillim shikonim shtëpiat, por nuk bënim pyetjet e duhura, dhe them sot e kësaj dite që jemi bërë ekspert për këtë punë, them na ka ruajt Zoti që nuk kemi marrë atë shtëpinë atje kur e kemi parë në fillim, sepse ka pas disa punime, ka pas disa problematika që ti kishim sot do ishin fundos. Pa furça, domethënë pa e zbukuruar fare, të fundos një shtëpi që merret kështu me sy mbyllur dhe vetëm se është e bukur mund të fundosi, sepse zhytesh në borxhe totalisht edhe nuk del më. Okej. Në qoftë se ju jeni super mirë nga ana ekonomike dhe thoni nuk ka problem, nuk është ai problemi jon, kjo është histori tjetër. Por në qoftë se jeni njerëz të thjeshtë që punoni me mundë dhe nuk doni që të bëni shpenzime të kota, kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Edhe këtu në këtë udhëzues kam menduar që ta bëj me 8 hapa praktike që nga buxheti, që ta dini sa kredi mund të merrni, deri tek vendi ku mund t'i kërkoni ofertat, si t'i kontaktoni. Hap pas hapi tek oferta, kur do bëni financimin, me noterin, të gjitha hapat, çdo hap që ju do të kaloni, pasi ne patëm vështirësi, dhe këtu ta lidh me historinë tonë, patëm vështirësi edhe në dorëzimin e çelsave njerëz, sepse shtëpia u shit nga 3 persona, 3 pjesëtar të familjes, edhe që nuk vendosin dakord me njëri tjetrin. Ka gjithmonë për të mësuar dhe nuk të gjitha ne na ndodhen, domethënë, po nga e keqe del një e mirë që është projekti im. Pra i kam shpjeguar të gjitha hap pas hapi dhe nuk është thjesht të marr ligje të shkruaj këtu, por kam shpjeguar me shembuj konkret. Për shembull, shtëpia kushton kaq lekë. Sa ju duhen për ajg në kapitali që sillni ju. Po në qoftë se nuk keni kapital, si duhet të veproni? Sepse normalisht ndodh që në disa situata njerëzit nuk kanë kursime të mjaftueshme për të marrë një shtëpi dhe është e mundur që të merret një kredi edhe në këtë mënyrën tjetër. Çdo gjë është e shpjeguar këtu dhe madje
kam bërë një listë me të gjithë fjalët që përdoren zakonisht, të shpjeguara se çfarë do të thotë, sepse kur shkon merr edhe kredin, të shpjegon do të kesh takimin me bankën, ajo do të shpjegoj si funksionon. Edhe në qoftë se nuk keni një uri të mirë për këto terminologjinë, por edhe si funksionojnë kredit, humbet totalisht edhe ne patëm vështirësi, goxha jo më dikush për shembull që nuk e kupton mirë gjermanishte. Besoj do të kisha vështirësi edhe në shqip me se si funksionon interesat ekstra, ti mendon që të paguash vetëm një shumë, por jo, interesat janë gjë tjetër. Dhe të gjitha këto i kam bërë me shembuj konkret, me një formulë që gjithë secili nga ju të llogarisi buxhetin e vet, në qoftë se mund të marrë kredi, apo çfarë kredia, apo çfarë rrugë të ndjeki. Përveç kësaj, kam bërë dhe checklist, kam bërë disa lista me të gjithë hapat, ndërkohë që ju bëni një hap, mund ta bëni një X aty që okay, kjo iku, tani kalojmë tek hapi tjetër, ju të qëndroni të fokusuar, ta dini hap pas hapi se çfarë duhet të veproni. Pastaj kam bërë edhe gati të gjitha emailet që mund t'i çoni, që kur kontaktoni kur shihni një banesë, le të themi, një shtëpi, apartament, çfarë do qoftë, emailet që mund t'i çoni, emailet që do t'i çoni bankës, që do t'i kërkoni për kredi. Kam bërë emaile gati për noterin, kam bërë emaile në rast se ju nuk flisni mirë gjermanisht dhe të duhet një përkthyes. Kam bërë çdo skenar të mundshëm, kam krijuar një email. Edhe përveç kësaj, jam kujdesur edhe për pjesën përpara, se si të mblidhni letrat, çfarë ju duhet kur shkoni të takoni një shtëpi që t'ju marrin seriozisht, por edhe mbrapa, edhe pasi keni firmosur se çfarë ndodh, pasi është pjesa tek noteri, do të kalojnë disa javë dhe në atë periudhë janë disa hapa që duhet të bëni dhe për të gjithë ato që tashmë e kanë kaluar këtë pjesë, që ta kenë sa më të lehtë dhe të dinë se si të veprojnë, edhe në momentin kur merret çelësi janë disa gjëra që duhen bërë. Edhe për shkëputjen nga shtëpia e vjetër, do më thënë ka çdo gjë që ne, çdo vështirësi që ne kemi kaluar, kemi kaluar disa, për fat të keq kemi kaluar, por thash e mira në të keqe ka dalë, e mira është ky udhëzuesi, ka dalë në të keqen tonë. Edhe po, çdo gjë është e shkruar me detaje. Në qoftë se keni dëshirë që ta keni udhëzuesin, më shkruani në komente. Mund më shkruani në Instagram, por mund më shkruani edhe në email. Unë do t'ju lë të gjitha links, do t'i lej poshtë në përshkrimin e videos që ju mund të gjeni mënyrën për të më kontaktuar, edhe në qoftë se nuk keni Instagram apo rrjete të tjera, por edhe me email mund të më kontaktoni. E thënë kjo, po jam shumë e lumtur për këtë që kam krijuar, sepse e kam bërë me shumë dashuri dhe me dëshirën e mirë që të ndihmoj njerëzit që janë në këtë fazë, sepse e di sa e vështirë është që të jesh në një shtet të huaj me vështirësitë e gjuhës edhe të mos kuptosh ligjet tamam. Do të thënë i kemi kaluar vetë gjitha këto dhe i ndjej të gjitha ato që janë në këtë situatë. Mos e humbni besimin për te këtij udhëzuesi, do të thënë mos e humbni asnjëherë besimin, sepse ajo që është destinuar të vijë tek ju, do vijë tek ju. Por normalisht nëse është e mundur të keni pak ndihmë, pse jo? E thënë kjo, të përqendrohemi tek historia jonë, ne më në fund na thanë që okay, është pranuar, banka e pranoi, edhe ishte ky nxitimi jon që duhej se s'bën që të le të themi që të transferonim sa më përpara, sepse unë po lindja njerëz. Për fat të keq, thash 3 pjesëtarët e familjes nuk u vendosin dakord që në momentin që u firmos të na jepnin çelësat, sepse po njerëz. Tani do t'ju tregoj një pjesë i bie nga manuali, nga udhëzuesi që në qoftë se nuk ka dalë tek Grundbuch, atje ku regjistrohet si pronari i shtëpisë, nuk të jep njëri çelësi. Do të thënë, nëse duan mund të mos ta japin çelësin. Nëse janë njerëz të mirë dhe të kuptueshëm, atëherë mund t'ua japin çelësin. 2 nga pjesëtarët ishin dakord që ta merrnim çelësin, 1 e tretë nuk ishte dakord, edhe kështu ndodhi që mua mu deshi të lindja në shtëpinë e vjetër akoma. Edhe të transferonim këtu tek shtëpia 1 muaj pas lindjes, pothuajse po, 1 muaj e pak pas lindjes.
Jemi transferuar këtu me 1 qershor, edhe tani që flasim bashkë jemi në nëntor. Edhe kjo nuk ishte ideale, nuk ishte as pak ideale. Shtëpia kishte nevojë për punime, edhe ne deshim të bënim aq sa punime mundeshim edhe nga ana financiare. Të mos preknim gjë me dorë pasi të ishim futur këtu. Kjo mori goxha kohë. Këtu kam dëshirë të falenderoj atë që është marrë me punimet e tona tek shtëpia, po ju le edhe këtu kontaktin. Në qoftë se dëshironi ju të bremeni të keni dikë që merret me riparime, me ndërtim, atëherë po ju lëm kontaktin. Kemi hyrë në këtë shtëpi që ishte vetëm kati lart ishte i përfunduar dhe kati poshtë nuk ishte i përfunduar. Tani un kam dëshirë që t'ju lej disa skena të punimeve apo disa ndryshime që janë bërë, edhe të rikthehemi prapë. E kishim humbur shpresat se do ta bënim këtë vlog, por ja ku jemi. Ne jemi në shtëpinë tonë të re, shpresojmë. Akoma nuk është zyrtare, por që jemi pothuajse aty. Kjo është reagimi kështu live, ta gëzo shtëpinë. Sa po firmosëm. Edhe na dhuruan lule. Tani të shkojmë te Lelushi, po që hey njerëz, sa po firmosëm për shtëpinë tonë. Përshëndetje zyrtarisht, pronar të shtëpisë re. Sot morëm çelësat njerëz. Edhe ja, ku jemi? What a feeling. Punëtorët kanë nisë punën. Kjo video do dali pas shumë kohësh, në fakt nuk e dini nëse do dali, por nëse unë do flas. Në qoftë se po e shikoni do thotë që ka dalë, por e sigurt ndërkohë bebuqa do ketë ardhur. Unë jam ul këtu te xhardini i shtëpisë tonë. Një shtëpi që e kishim ndërruar, që na ka kushtuar shumë mund, por që edhe na ka bërë shumë krenar, sepse të gjithë e dinë që nuk është një proces i lehtë. Edhe në qoftë se do kishe gjithë anën ekonomike, prapë sidomos në Gjermani të blesh një shtëpi nuk është e lehtë. Ka shumë kërkesë në lartë, edhe sidomos kur je i huaj, nuk është e lehtë. Kush e kalon këtë proces e di. Po Zoti i solli punën të mbar, nuk ka qenë fare lehtë. Kam Lelën këtu që ka ardhur. Stanco? No. Jemi këtu pas 3 javësh. Kam qenë këtu një ditë para se të lindja. Paktën kemi krevat. Kemi një krevat. Më dhe qik dritarin duke ca pasër e kam la. Këtë tjetëri nuk është la akoma, këtë mos e shikoni ju. Se po ora fa rumori. Ops. I vicini. Si që patë, shumë punë janë bërë, ka akoma edhe shumë punë për të bërë. Ne si një qift me 2 fëmijë edhe me familjen larg, po jemi goxha, kemi bërë goxha punime, por kemi akoma shumë për të bërë, sepse vetëm 2 veta me një shtëpi private, me kopësht e me gjitha, nuk është e lehtë, ka shumë punë realisht, por që avash kemi vendosur që do t'i bëjmë avash. Në fillim u stresuam shumë në fakt. Tani është pak më mirë nga ana e stresit, por që u stresuam sepse
nuk po ja dilim do t'i mbaronim të gjitha, por tham që avash, shtëpia nuk mbaron, do të doj shumë kohë që të mbaroj tamam, të mbushet tamam. Ne duhet ta shijojmë kështu siç është, sepse ka patur shumë lodhje, të mos kishte qenë për ndihmën e familjarëve tonë që kanë ardhur disa herë, nuk e di nëse do t'ja kishim dalë, do kishim arrit këtu ku jemi, dhe i falenderojmë shumë, po shumë, se nuk e dim, domethënë si do t'ja kishim dalë me kaq shumë punë, por është normale kur merret një shtëpi që ka nevojë për riparime, por edhe kur kur bën një trazloku, kur bën një lëvizje nga një shtëpi në tjetër, ka gjithmonë punë, kur futesh në shtëpi të re ka gjithmonë punë, edhe po. Ne jemi shumë të lumtur për këtë hap që kemi marrë, ndjehemi shumë mirë, ndjejmë totalisht shtëpia jonë, edhe se akoma nuk ka përfunduar, ne ndjejmë totalisht si shtëpinë tonë, jemi shumë të lumtura që gocat tona mund të dalin në kopësht, të lozin, të jenë pak në kontakt me natyrën, gjë që na mungonte shumë kur jetonim në qytet. Falë Zotit kemi rënë me komshi të mirë, kjo është edhe diçka e rëndësishme. Kemi krijuar në këto pak muaj që jemi, kemi krijuar raport me komshin, gjë që në Gjermani na kishte munguar shumë, sepse kur jeton në qytet, ajo jeta e qytetit që asnjëri nuk e njeh njëri tjetrin, është më ndryshe, dhe këtu kemi gjetur pak më shumë ngrohtësi për sa i përket socializimit, le të themi. Unë nuk e di nëse keni pyetje të tjera, por mi lini poshtë në komente, do t'jem shumë e lumtur që t'ju përgjigjem. Ju që realisht jeni në fazën që do të blini një shtëpi, ju sugjeroj që ta merrni udhëzuesin, jo sepse e kam bërë me shumë dashuri, por e di që do t'ju jetë një ndihmë e madhe. Dhe ju falenderoj nga zemra gjithashtu që e pat këtë video, dhe ju uroj shumë fat në gjetjen e shtëpisë tuaj këtu në Gjermani apo kudo qoftë. Uroj që t'ju plotësojë dëshirat, ta gjeni ashtu si e doni dhe kur ta doni, edhe t'ju vinë gjërat sa më mbar. Shumë përqafime, paqim!